dana 23. septembra 2020 nga data 23 shtator 2023 e deri në arrestimin e tij, domethënë në shtator të 2023-s, konstantno bio u društvu konstantno ka qenë në shoqëri të dëshmitarëve të propozuar. Isti svedoci imaju lični i Dëshmitarët kanë domethënë një uri të drejtë për drejtë në lidhje me atë se kur dhe ku ka qenë Dushani u kritičnom momentu. Në momentin kritik. Konkretno predloženi svedoci, a ja ću Dëshmitarët konkret të propozuar e unë do t'i lexoj me radhë, mogu nam dati informacije mund të na japin informata u vezi sledećeg. në lidhje si në vijim. Svedok predložen pod rednim brojem 1, Dëshmitari propozuar në numër 1, Milosavljević Suzana, ima saznanja, ka dijeni, ka njohuri ima saznanja u vezi toga në lidhje me atë se da je Dušan kritičnog dana kada je uhapšen se Dushani ditën kritike kur është arrestuar me 25 shtator, najpre razgovarao sa jednom fillimisht ka biseduar patrolom me një patroll të policisë, koja ga je uputila u e cila e ka udhëzuar se në cilën drejtim duhet të niset, të cilin e kanë identifikuar me letër njoftim, i kada je nastavio put ka dhe Zvečanu, gde su mu kur ka vazhduar rrugën drejt Zveçanit, ku e ka pasur nënën dhe motrën, tom prilikom je priveden. me atë rast është arrestuar. Svedoci Virijević Filip, Ndarët Virijević Filić, Radojković Đorđe, Jocić Goran, Jocić Goran, Milosavljević Saša, Milosavljević Saša, Anđelković Dušan, Anđelković Dušan Radojković Nemanja, dhe Nemanja Radojković, kao i svedok si dhe dëshmitari Radosavljević, Miloš Radosavljević, su kritičnog dana ditën kritike 23. i 24. në datë 23 dhe 24 shtator, bili kanë qenë konstant sa optuženim me Dušanom të akuzuarin Dushanin na vikendici, në vikendicë, gde su ku na kraju svakog meseca, në fund të çdo muaji godinama unazad, dhe vite më parë pravili roštilj, kanë bërë grill dhe janë shoqëruar. Oni su predloženi pod brojevima 4 i 5. Ata janë me numër 4 dhe 5 të propozuar. Milosavljević Jolović Isidora i Milosavljević Jolović Isidora dhe Nemanja Jolović mund të na japin informata në lidhje me atë se gde je Dušan spavao ku ka fjetur Dushani između 24. natën i 25. ndërmjet datës 24 dhe 25 shtator. Dakle, smatramo da Prandaj, konsiderojmë se të gjithë nga këta dëshmitarët može svojim ličnim saznanjima munden me njohuritë e tyre personale da nam otkrije të na zbulojnë se ku, kur dhe çfarë ka bërë i akuzuari Dushani për periudhën kohore kada ga optužnica tereti da je kur e ngarkon akt akuza se ka marrë pjesë në sulm. Lidhur me propozimin për vlezhimin e dëshmitarëve të ri nga ana e mbrojtjes, pas analizimit të kësaj shkrese, kjo prokurori e kundërshton propozimin nga ana e mbrojtjes për vlezhimin e këtyre dëshmitarëve, për arsye se propozimi i tillë ka mungesë të relevancës dhe individualizimin konkret të provës për çka janë propozuar. Mbrojtja ka propozuar vlezhimin e një numër të madh të dëshmitarëve nga i njëjti lokalitet apo më saktë fshatit Bajs, duke u kufizuar në pretendimet e përgjithshme sepse të njëjtit do të flasin për lëvizjet e të akuzuarit të datës 23-24 shtator 2023. Megjithatë, nga ky propozim, këta dëshmitarë nuk rezultojnë se do të na tregojnë diçka konkretisht lidhur me ato për çka ka propozuar mbrojtja. Nuk na diçka konkretisht lidhur me atë për çka ka propozuar mbrojtja. Cilat janë rrethonat kohore dhe vendore
për cilët ata do të na flasin, apo se si këta dëshmitarë do të ndikonin në vlerësimin e fakteve vendimtare të propozuara në akt akuzë. Pra, një propozim i tillë, një propozim i tillë mbetet abstrakt, është i përgjithshëm dhe ju i lidhur drejt për drejt me objektin e akuzës. Nga informacioni dhe shkresat e lëndës, rezulton se një pjesë e konsiderueshme e këtyre personave ose dëshmitarëve të propozuar nga ana e mbrojtjes si dëshmitar nuk kanë të dhëna të plota personale. Në disa raste nuk mund të evidentohet identiteti sakt i këtyre personave, për çka e bën të pamundur që këta persona të konsiderohen si burim i besueshëm i dëshmisë së tyre në këtë qytet. Nga përballja e kësaj shkrese, të dorëzuar nga ana e mbrojtjes, është pak më mëdha. nga përballja e kësaj shkrese, të dorëzuar nga ana e mbrojtjes, rezulton se disa nga personat e propozuar janë të ndërlidhur mes vete dhe me të akuzuarin, ku mbrojtja nuk i paraqet këta si dëshmitar okular për ndonjë veprim penal konkret, që është objekt i akuzës, por i ka propozuar vetëm si emra. Kjo tregon se dëshmitarët e propozuar synojnë të ndërtojnë një narrativ të përgjithshme të mbrojtjes, ose nëse më me thonë alibi kolektive, pa ndonjë vlerë të re provuese, dhe që është krejtësisht në kundërshtim me provat materiale dhe ato personale, të cilat tashme kemi dorëzuar në këtë shkëtim gjyqësor dhe disa prej tyre veç se gjykata i ka administruar. Propozimi i tillë nga ana e mbrojtjes përbën një rrezik real të zvarritjes së panevojshme të kësaj procedure, për shkak se dëgjimi i këtyre dëshmitarëve ose numri të madh të dëgjimit të këtyre dëshmitarëve nuk ka ndonjë relevancë konkrete, nuk ka individualizim faktesh nga ana e propozimit të mbrojtjes dhe nuk kanë identitet të sigurt. Nderuara gjykat, unë po e kuptoj tentativën e mbrojtjes për me kriju alibi për klientin e vet. Nuk po e kuptoj. Ai futë më avokatësh për konstatim sakt në procedurë. Po e kuptoj. Narrativën e mbrojtjes për ta krijuar alibi Përmes shokëve të klientit saj. E përkujtoj gjykatën se a ka qenë, as ka qenë aty, në kohën e sulmit klientit saj, nuk është prova vetme, ka prova materiale, si që i ceki prokurori. Çka është thelbi i akt akuzës? Organizimi dhe pjesëmarrja në një sulm të armatosur për shkputjen e një pjese të veriut të Kosovës. Mbrojtja po tenton me 10 dëshmitar
disa prej tyre të cilët nuk I kanë as shënimet e plota, me kriju një alibi. Unë e kuptoj që në këtë fazë të akuzuarit I mbron prezumimi pa pajësisë. Por, njëtë të kohë gjykata do të me pas parasysh që kemi prova të pakundërshtueshme për këtë rast. Kështu që ky propozim është vetëm një lloj tentative për me kriju një mjegull dhe me zvari procedurën. Unë propozoj edhe pse jam gjithmonë për me leju maksimalisht mbrojtjes gjitha mjetët me I përdor, me realizu drejtat e veta, kjo është një zvarike. Megjithatë, alibi mundet më kriju vetëm me një dëshmitar, s'ka nevojë prej. Mundet një me tjerë dhe qaj dëshmitar, natyrisht se gjithë ne do të mirë me testu dëshminë e tij, se sa do që do të doket radikale edhe absurde këtë që ka përthon këtu para gjykatës, nuk më I përthon. Lutem veç më ngadalë në proces. Propozimi mbrojtjes është që të ftohen miq e të akuzuarit për pjesëmarrje në një sulm që ka pas qëllimin me shpu një pjesë të safës. Faleminderit. Faleminderit juve, avokat. Mbrojtja mund të paraqes prova për konstatimin e alibit dhe emrat dëshmitarëve vetëm 30 ditë pas konfirmimit të akuzës. Dhe dispozita ligjore është fare e qartë të jo më vonë se 30 ditë. Ne jemi të vetëdijshëm se ekzistojnë dispozita të tjera që I lejojnë mbrojtjes kur do të propozojë dëshmitar. Por kjo nuk kupton se po që se nevoja për ata dëshmitar ka lindur gjatë procesit, apo emrat e atyre dëshmitarëve kanë dalur në proces e sipër. Por në rastin konkret, kolegja që propozoi dëshmitarët e tha se ata do të dëshmojnë se kanë bërë grell së bashku, dhe kjo, e cili do pretendim tjetër, nuk mund të rrëzoj e të zhbëj provën që kemi tani në shkesat e lëndës, uniformën e vetë Dušan Maksimovicit së bashku me antiplumin që kishte në dhomën e tij të fjetjes, që dëshmon për pjesëmarrjen e tij aktive në grupin terrorist, pavarësisht ditës kritike që ajo është arrestuar në rroba civile, dhe ka prova të mjaftueshme se ai ka qenë pjesë aktive që nga pjesëmarrja në rrojat e urës e deri në ditën kritike kur është arrestuar. Pra, proceduralisht, propozimi është në kundërshtim me dispozitat ligjore, e në anën tjetër është fare pa relevancë, sepse nuk ka nevojë të tentohet të provohet çështja tashmë e provuar. Në këtë rast përfundimisht mendojmë se vetëm është prolongim I kësaj çështje dhe bie në kundërshtim me dispozitat ligjore. Si përket propozimit për provë e mbështes qëndrimin e prokurorit. Unë e kërkoj falje kolegës nëse e kom kuptu gabimisht aludimin e saj, po më shqetësoj fakti që ta në një mënyrë prokuroria është marrë me dëshmitar që I ka propozu. Po sot I ka qyrë kushën. Ja, përkujtoj kolegës që është kjo punë e prokurorisë, natyrisht që ka me qyrë kushën dëshmitarët e propozu, ma ekzistojnë ata njerëz, e mbi gjitha ka me qyrë edhe backgroundin e tyre. Kemi të bëjmë me një rast terrorist, Afrin Gunjakun, familjen e cilët e përfaqësone ka vrarë dikush një terrorist që në fund kësaj I gjykimi ka mundur të dukush e ka vrarë. Ai nuk ka vdek me vdekjen natyrore. Kështu që kjo është një çështje shumë e ndjeshme dhe natyrisht që prokuroria ka me këshyr çdo dëshmitar kush paraqitet. Unë edhe nuk pres ndryshe që vepron. Faleminderit. Faleminderit avokat. Lidhur me propozimet e avokatës Jovana, me
vendim. Refuzohet propozimi i avokatës Jovana që në cilësi të dëshmitare të dëgjohen nën dëshmitarët e propozuar si në parashtresën e datës 09/07/2025. Kjo për faktin se trupi gjykus ka vlerësuar se as nga vetë pretendimet e prokurorisë speciale nuk rezulton roli i drejt për drejt aktiv i të pandevërit në datat kritike të përshkruara edhe në parashtresën e mbrojtjes, për çka rrjedhimisht nuk do të ndryshonte vlerësimin e gjykatës mbi pafajësinë apo fajësinë e të pandevërit, pasi që i njëjti akuzohet se ka pasur vetëm rol ndihmues të grupit të organizuar gjithnjë sipas pretendimeve të prokurorisë. Nën 2 refuzohen propozimet e mbrojtjes për nxjerrjen e ekspertizës së krahastimit të uniformave. Kjo për faktin se trupi gjykus ka vlerësuar se një vlerësim i tillë është i thjeshtë nga vetë përballja e fotografive, po që ose uniforma në fotografitë të pandevërit Dushan është e njëjta apo jo me të pandevëve të tjerë. Dhe krejt kjo pastaj do të vlerësohet në besueshmërinë e provave dhe gjendjes faktike të pretenduar nga prokuroria. Po ashtu, po që se arma ka qenë snajper apo automatike, nuk ka ndonjë relevancë për trupin gjykus në faktin se a ka qenë apo jo i përfshirë i akuzuar i Dushan në grupin e pretenduar terrorist. Andaj mbi këto arsye, trupi gjykus ka vlerësuar që të refuzohet ky propozim i mbrojtjes. Digitrana.